Problem në përkthim, kishte detyrimin ta çonte dhe ta çonte korrektisht të përkthyer. Nuk di se kush e ka atë, a e bëri Fatmir Xhafa apo kush e bëri këtë, s'mund të them, po gjykata kushtetuese për të shuar çdo lloj diskutimi e dërgoi përsëri. Kjo është gjë normale. Në qoftë se Komisioni Venecia se sheh ligjërisht korrekt variantin e vetimut të miratuar, ju do e pranoni si Parti Demokratike? S'pare njëherë ne kemi respekt dhe pa diskutim besim në Komisionin e Venecias dhe orientimet e tij. Ne kemi mbajtur ato. Së dyti, për hir të vërtetës, është gjykata kushtetuese që do vlerësoj, jo ne. Por di një gjë që kryetari i ka propozuar Edi Ramës që urdhët ulemi dhe të biem dakord. Kjo në fakt vërtetë që ajo është në gjykatë. Por nga ana tjetër është një rrugë që do shkurtonte shumë kohën, fitonte kohë dhe të biem dakord. Unë e thash dhe këtu në parlament dhe ju duhet ta dini që ekziston marrëveshja e sigurt midis palëve dhe këte ambasadorët ja kanë thënë Ramës në zyrë, ja kanë thënë zotit Meta në zyrë, ja kanë thënë zotit Basha në zyrë, por ma kanë thënë dhe mua, marrëveshja që këto duhet votohen me konsensus, ligjet tjera. Në qoftë se do ishte zbatuar marrëveshja nga Rama, sot do kishte filluar prej kosh nofta procesi i vetimut. Masi ne jemi ata që kemi kërkuar vetimun, jo socialistët. Socialistët kanë qenë kundër ç'është e vërteta. Por Rama ka ato, sot ishte i qartë, sot tha që nuk kam kërkuar, thate, hapin negociata. Unë tha kam kërkuar atë që s'mori. Po, tashmë që në dhjetor nis shqyrtimi i paketës tjetër të ligjeve të drejtësisë, do të marrë opozita pjesë në komision? Kjo është një pyetje që i takon kryetarit të Partisë Demokratike. Nuk në çështjet vendimarrjes së partisë unë nuk ndryshoj. Jam jashtë vendimmarrësve. Shumë faleminderit.